Burimi i ujit në vendin e quajtur Vabli në Shkopet vijon të jetë i frekuentuar jo vetëm nga udhëtarët që përdorin rrugën Skurraj Burrel dhe Anasjeltas, por edhe nga qytetarët të Milotit e Laçit që vijnë posaçërisht për të mbushur ujë. Anton Gega thot se vjen vazhdimisht pranë këtij burimi për të mbushur ujë, të cilin e përdor vetëm për ta pirë. Ai thot se uji i ujësjellësit të Laçit është i pakonsumueshëm, ndaj udhëton deri në këtë vend për të mbushur ujë për familjen e tij. Unë vi nga Laçi me mbush ujë për me pi, sa ujë mirë, a ujë bishke, ujë freskët. Edhe sipas statistikave si thonë se ashtu ujiti ka 70 ditë afat skadence, domethënë për 70 ditë skadon ujiti. E në këto i vjen i mrekullueshëm, tu thonë kot jo pse e Tajlanda njëna tjetër. Jo Tajlanda e Shqipërisë, por këto Tajlanda e botës këto. S'ka vend më të mirë se këto. Ajri i pastër, klimë e mirë, ambient fantastik. Kena ujë të pishëm, po nuk ka ujë mirë. Është i pakonsumueshëm, është ujë rezervari për një javë shilbet e vera. Në krahasim me këtë ujë. Për me pi, përdor këta, për me la vetëm për lavatrish e mi dhan derrave e pulave përdor ujin e Laçit. Sa ujë mirë. Një nga problemet më të mëdha në këtë vend mbetet hedhja e mbeturinave pa kriter. Edhe pse Bashkia e Matit kishte vendosur një kontenjer mbeturinash, ai është shembur nga persona të papërgjegjshëm duke e hedhur buzëliqenit të Shkopetit. Qytetari Anton Gega thot se kjo është e patolerueshme dhe jo qytetare. Mirë, po i problem këto sa shtazoni plenave, ka tash 2 herë si e presin këto e plenave. Është i dyti kosh me qashafun, si hedhin poshtë. Se kush hedh nuk e di, ai bën kastilin njerëzit as nuk e di. S'merr kush mosas do m'ia ditë njëri për çat botë. Për shkak se kontenjeri metalik apo prej plastike është lehtësisht i zhvendosshëm, qytetarët sugjerojnë që të ndërtohet prej betoni në mënyrë që personat e papërgjegjshëm të mos kenë më mundësi ta hedhin në liçenin e Shkopetit.